Kuvendi u mblodh këtë të njëjtë për të diskutuar kërkesën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Çndrimet brenda kuvendit ishin të ndara mes demokratëve dhe socialistëve pasi u lexuan dy raporte të ndryshme të dala nga mbledhja e Këshillit të Mandateve. Deputeti socialist Ulsi Manja renditi arsyet për mosheqjen e imunitetit, duke argumentuar se Balluku nuk ushtron më funksionet ekzekutive. Deputet janë fjalë, nuk ushtron më funksione ekzekutive për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar në përputhje me nenet 95-102 Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Përjedhoj, masa e sigurimit personal, ajo e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave, nuk prodhon më asnjë efekt real juridik dhe në të njëjtën linjë arsyetimi, raporti ynë e qartëson edhe narrativën mbi të cilën prokuroria posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre penale, të cilat mbeten thelbësisht hipotetike, për sa kohë lidhet drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputet janë në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, të nderuar koleg, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti sot përpara kuvendit është një procedurë formale. Jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejtë për drejtë kushtetuese të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar që secilit prej nesh këtë sallë i kanë besuar përfaqësimin e tyre. Në vend një procesi të qetë, të drejtë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës. Ai theksoi se ndaj saj nuk rëndon akuza e korrupsionit, nuk ka ndryshim rrethanash dhe as intimidim të dëshmitarëve nga ish-zëvendës kryeministrja. Nga shqyrtimi i materialeve që u paraqitën në Këshill rezulton se akuza penale ndaj deputetes Belinda Balluku nuk ka ndryshuar dhe lidhet me veprën penale të shkeljes barazisë pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, sipas neneve 258 kodit penal. 2. Nuk ka akuzë për korrupsion. 3. Nuk ka akuzë për pengim drejtësisë, ndryshe nga sa parashtrohet në kërkesë, por ndryshe edhe nga sa u parashtrua sot në raportin e pakicës parlamentare. Provat mbi të cilat mbështetet kërkesa janë në thelb të njëjtat prova që kanë qenë në dispozicion të gjykatës posaçme në momentin kur ajo vendosi masën fillestare të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Nuk ka asnjë ndryshim rrethane nga ky moment dhe deri në momentin kur ky kuvend po shqyrton këtë kërkesë sot. Deputetja ka respektuar plotësisht masën e sigurimit të vendosur nga gjykata. Duke patur në dispozicion të njëjtin material provues, gjykata e posaçme kishte vlerësuar më parë se masa më e përshtatshme dhe proporcionale ndaj deputetes Balluku ishte ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe jo arresti. Dhe sot me të njëjtat rrethana i kërkohet këtij kuvendi të marrë atribute gjyqësore dhe të lejoj zëvendësimin e një mase më të lehtë, të përshtatshme sipas gjykatës, me një masë më të rëndë, ato të arrestit në burg. Nga ana tjetër, deputeti demokrat Ert Byllykbashi theksoi se ushtrimi i përgjegjësisë kushtetuese nga kuvendi duhet të synojë vetëm mbrojtjen e veprimtarisë parlamentare. Rekomandojmë që deputetët në seancë plenare të kuvendit të Republikës së Shqipërisë të votojnë pro për miratimin e kërkesës numër 43019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, duke vendosur
dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit në atë arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku, në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur veprën penale shkelja e barazisë në tendera për e pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, vlen teksohet edhe qëndrimi i Komisionit Venecias, sipas cilit imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllimi kryesor i tij i imunitetit parlamentar është mbrojtja e vetë parlamentit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrim dhe ka krijuar standardin sipas cilit duhet ekzistojë një prezumim themelor që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se akuzat ndaj deputetit përkatës janë të motivuara politikisht. Dhe paprekshmëria e tij duhet të zbatohet vetëm në rastet kur ka arsye për të dyshuar se në vendimin për ndjekjen penalisht të deputetit ka element partijako-politik. Ai shtoi se imuniteti nuk duhet të shndrohet në një mburoj për pandëshkueshmëri. Në gjykimin tuaj, jo vetëm kushtetues ligjor, por edhe moral, që kur ta ngrini dorën, të keni parasysh që po përfaqësoni ato 4.700.000 shqiptar, jo vetëm ata që kanë drejtë e votës, po dhe ata që presin që pa drejtë vote, ky parlament të përfaqësojë në mënyrën më të plotë, më drejtë, më dinjitoze, për një vend i cili mirë qeveriset dhe nuk qeveriset në këtë mënyrë skandaloze të mëshme kriminale, një sistem kleptokratik i cili po gjen buroj këtu, qoftë nëpërmjet imunitetit, qoftë nëpërmjet ndryshimit ligjeve, të cilat ja bëjnë të pamundur prokurorisë që të shkojë deri në fund, i japin mundësinë kriminalëve të strehohen këtu apo me pushtetin që kanë të dëmtojnë provat, ta bëjnë gjykimin para një gjykate të vështirë apo të pamundur për shkak se arritën të dëmtojnë procesin penal dhe gjithë kjo me mburojën dhe bekimin e kryeministrit, i cili është i gatshëm të ushtojë çdo lloj presioni vetëm që sistemi i drejtësisë me të gjitha problemet që ai ka në këtë rrugtim që ka nisur të vërë përpara drejtësisë majat e sistemit ekzekutiv nga ku bëron gjithë korrupsioni. Detyrimi juaj këtu është për të votuar në mënyrë të hapur. Ky ndryshim që është bërë në vitin 2012 ka qenë krejt i qëllimshëm, që të gjithë shqiptarët ta dinë shumë mirë kush voton pro dhe kush voton kundër heqjes imunitetit. Ta dinë shumë mirë kush është pro që edhe deputeti, edhe ministri, edhe zëvendës kryeministri, edhe kryeministri është i barabartë me ta. Nëse ka një dyshim të arsyeshëm të shkojë dhe të përgjigjet përpara drejtësisë ta pastrojë atje emrin e tij. Teksa çështja shqyrtohej në parlament, demokratët organizuan një protestë jashtë kuvendit ku morën pjesë qytetarë të shumtë, ndërsa rreth 1500 efektiv ndodheshin në terren për mbarvajtjen e tubimit.